Përshëndetje. Sot nisim episodin e parë të podcastit ajo. Duke eksploruar dhe kërkuar në mendjen time se kush mund të ishte personazhi i dur i cili do sillte narrativën në lidhje me gratë në audiovizual, në të gjitha treva shqipfolca, i vetmi person që më vinte në mendje ishte Blerta Zeqiri. Blerta, faleminderit që pranove. Gjithmonë është kënaqësi kur ne dy atërim bashk, e kjo ishte edhe një nder më shumë, shpresoj që ja fillojmë mbar. Ti ke qenë nga të parat regjizore, krijuese, skenariste, producente, e cila e ngriti emrin e Kosovës në majet më të larta të kinematografisë botërore. Ajo që ndodhi në vijim ishte që shumë vajza vazhduan rrugën tënde dhe e quan akoma më lart nivelin e kinematografisë së Kosovës dhe atë shqipfolce. Ti si krijuese, grua, në periudhën që ti ishe shumë e angazhuar me krijimin, me cilat sfida je përballur? Në kohën kur kam fillu me punu, ka qenë një, si me thonë, një mosbesim, po i cili nuk e dija ka ardhur veç në baza gjinore, apo në bazat asaj që akoma kanë provu dhe nuk e din çka mundesh me sjell. Kështu që në fillim është e vërtet që është dash pak më shumë gjoksat me i qit përpara dhe me ngul më të madh, me kërku atë që dëshiroja prej filmit, prej skenës, prej gjithçka, sepse kishte bariera që sot kur kthehem mrapa mendoj që kanë pas më shumë të bëjnë me faktin që kërkoja diçka pak më ndryshe, do me thonë. Ishte mësu me rrjedh gjithçka në një formë dhe, si me thonë, kishte rezistencë për me vendos kamerën në një pozit, apo për me zgjat një skenë kaq, sepse kjo është shumë e gjatë, nuk ka kuptim. Do me thonë, kishte rezistenca dhe mendime Mbi estetikën? Mbi estetikën, kryesisht. Më shumë se sa mbi kapacitetin prodhues. Them se ashtu ka qenë. Po, tash nuk e di, a ishte pse unë isha një vajzë e re, që po provoja me sfidu diçka, apo që veç ishte diçka që sfidohej. Sistemi në vetë ishte aq i ngurtë sa që s'kishte vend për koncepte të reja dhe duhet me se zvend me i thy ato. Po, ashtu ishte, ashtu e ndjej që ka qenë, do me thonë, edhe në fillim, ajo ka qenë vështërsia më e madhe, edhe kam si me thonë me kujdes, duke i zgjedh me shumë kujdes bashkëpunëtorët me cilët punoja, dhe edhe në qoftë se një artist apo një dikush kishte e dija se është i mirë në profesionin e tij dhe unë e kisha idhull thuajse, kisha frikë me punu me ta sepse sfida do të ishte më e vështirë me i bë me mbesu në një farë forme. Kështu që zgjedhja njerëz që e shihja që i kemi dikun mendimet e njëjta edhe mund të komunikojmë më kollaj. Kështu ka qenë. Sepse krijimi ka nevojë të mbrohet. Shumë. Sepse krijimi është një fëmijë që duhet rritur në një mjedis të sigurt. Apo jo? Shumë bukur po e thu. Vendose të jesh drejtoresha e qendrës kinematografike të Kosovës. E ky vendim si erdhi? Çfarë sfidash ka? Sa ti mendon që do ndryshoj mjedisi dhe jeta e kineasve në Kosovë? Them drejtën, nuk është se ishte edhe aq shumë e menduar si rrugë e imja, jo aq shumë po fare, asnjëherë se kisha mendu, se një ditë do të ulem te kjo karrigja e institucionale dhe do të provoj me punu, do me thonë, brenda për brenda institucionit. Them se vendimi ndoshta fajtori kryesor për këtë vendim, ndoshta është edhe koha e Covidit dhe një mendim pak më ndryshe për shumë gjana me cilat, do me thonë, shumë ëndra cilat i kisha pas në jetë, si me thonë, fillun me marrë një kuptim tjetër. Edhe nuk dija fort se ku me pozicionu vetin me gjithë këto gjana të reja që mendova se i mësova gjatë kohës dhe Covidit. Kështu që
Në një farë forme e kisha shumë vështirë me vendosë se cili do të ishte filmi im i radhës, në cilin do ta jepja gjithçka nga vetja, sepse kështu bëjmë kineastët, nuk mund të punojmë me gjysa, po kur hymë në diçka, hymë me gjithçka kemi. All in. All in, gjithmonë. Do me thënë, se sa të vështirë jemi kur mendojmë se humbim, se nuk do të thotë se humbim, do me thënë në për këto aplikime, këto, e di shumë mirë se e di prej vetës time, do me thënë. Kështu që në vitin 2013, unë e pata një përvojë të vogël me punën institucionale, sepse punova si drejtoreshe kulturës në komunën e Prishtinës për një vit. Aty e parë sa vështirë është të jesh brenda për brenda institucionit dhe t'i bësh ndryshimet. Ndryshimet ndodhin, po aq ngadalë sa ti si krijues që ke dëshirë shumë shpejt me pa rezultat, i pakënaqur je gjithmonë. Makineria e burokracisë ecën ngadalë. Shumë ngadalë. Jo veç në Kosovë, po gjithka në botë, bile në Kosovë shumë më shpejt se sa në për vendet tjera të botës. Do me thënë, ne kemi pak më të shpejt këtë birokracinë. Po me gjithat është e vështirë kur donë me pa rezultat shpejt, do me thonë. Edhe kur dola prej aty, dola për me shku, me punu në filma, edhe ajo ishte ëndra ime, edhe u thash e gjitha mbas film dhe thash kur më, në brenda për brenda institucionit. Dhe jeta ishte shumë interesant se me çka po të sfidoj, ke qysh pa e dit, nuk di as me tregu se si, po në një moment u gjeta këtu ku jam. Dhe për aq sa është vështirë, sidomos mendoj se është e vështirë sepse e di edhe e ndjej krijuesin dhe gjendjen e tij. Kemi shumë talenta në Kosovë, kemi shumë rrëfime të bukura, sikur të kishim mjete, do të bëheshin shumë filma të bukur, por mjetet për momentin janë të kufizume, filmi është një prodhim shumë i shtrenjtë, dhe po duhet me u vendos dikun vija, se nuk po është e pamundun me i përkrah të gjithë. Dhe këto janë vendime të vështira. Janë shumë të vështira, sepse e din se do të bëheshin filma të mirë. Në gjithë rrugtimin tim si producente, njerëzit kanë parë vetëm sukseset, po nuk e din kur se sa herë jo është thënë për veprat që unë kam prodhuar. Dhe nëse ka një gjë që unë kam mësuar në këtë rrugtim, është që veprën jo detyrimisht e bën një komision, por veprën e vendos këmbgulja jote, dashuria që ti ke për të, mënyra se si ti e projekton karrierën në kohë. Ne të dim të pranojmë edhe janë, sepse vim nga vende shumë të varfra, ku kinemaja konsiderohet akoma një luks i madh. A është më e pasur kinemaja e Kosovës duke pasur më shumë rrëfime nga vajzat dhe gratë? Ne jemi mësu në të kalumen, do me thënë me pa imazhin ton prej syve të burrave. Mendoj që kjo e ka bën një farë dallimi jo vetëm në Kosovë, po edhe në vende tjera kur gruaja o pa me sytë e gruas. Ka qenë një gru më e vërtet, me cilën më kollaj identifikohesh si njeri. Si një qenie njerëzore. Kështu që kjo mendoj, duhet ditë që popullata është gjithmonë shumë është në balancë, 50-50. Kështu që kjo 50 që ja i grave ka mungu shumë në botë. Jemi pa në art e në kulturë shumë me sytë e burrave. E tash na ka ndiku edhe në vetë qenjen tonë, qysh kemi qenë ne, qysh jemi prezantu, qysh... Mendoj që kjo është një plus shumë i madh që po ju ndihmon në një farë forme me u shliru edhe me u pranu që ashtu qysh jemi me të vërtet. Dhe është Së me thënë që si jemi edhe si na kanë pa burrat, se jemi bo dikur ashtu si na kanë pa burrat. Bukra jemi edhe prej syve tyne. Absolutisht.
Nuk Do shta edhe më të bukura se presive tanë, ku e din. Por një balans pak më tjetër është të u bon në këtë aspekt, kështu e ndjej. Unë personalisht kam një respekt dhe një adhurim të tejskajshëm për veprat e fundit që kam parë nga Kosova, sidomos të Kaltrinës, të Blertës, të Lenditës, dhe nuk du të harroj ndonjë, zot më fal, po ajo që dua them, Dori Bashak për mua ka një vlerë të shtuar në këtë rrëfim gjinor, do thosha, të mënyrës se si ti e humanizon gruan. Pra nuk e shikon më gruan si një stereotip në funksione të caktuara, por e shikon si një qenie njerëzore, dhe unë mendoj që edhe një nga arsyet që kinemaja e Kosovës ka arritur të ketë suksese kaq të mëdha, të lakmueshme madje, nga shumë vende tjera, absolutisht, madje edhe nga neve. Mendoj që është edhe rrëfimi femror, i cili ka arritur të depërtoj thellë në një shoqëri thellësisht patriarkale, ku zëri i gruas ka qenë një zë i mekur, dhe ky zë tashmë po gjen rezonancën e vet. Unë mendoj që njerëzimi ka nevojë për feminizëm, për të rrëfyer ato histori apo atë pikë vështrimi i cili e bën njerëzimin më të mirë. Çka është feminizmi? Për mua, Po. feminizmi për mua është një mjedis ku gruaja është e lirë të jetë grua, ku ka të drejtat barabarta, ku nuk ndihet e turpëruar që është grua nëse duhet të ketë vendimarrje, nëse duhet të ketë pushtet, nëse duhet të ketë të drejta. Këto nuk janë të drejta që dhurohen, këto sigurisht janë të drejta që fitohen, apo që janë të natyrshme për të qenë aty ku janë. E mendoj që në Shqipëri ka shumë për të bërë për sa i përket të drejtave të barabarta të grave, dhe jo si propagandë, dhe jo si diskriminim pozitiv, por si një proces i natyrshëm i një shoqërie që jeton në një harmoni të plotë ndërmjet burrit edhe gruas. Ky është feminizmi për mua. E bukur. Unë kam qenë shumë feministe. Me kalimin e kohës, e kam vrejtë shumë gjana në emër të diçkafe shumë të bukur, bëhet diçka jo dhe aq e bukur, si me thonë. Kam fillu me Mendon që mendu... feminizmi ka te kalu të drejtën e vet në gjuhën e urrëties apo në pretendime ndoshta të padrejta? Në faktin se shumë shpesh mirret si kur luftë në mes të gjinive dhe jo pajtim. Pajtimi duhet me qenë kur ja pranon secilit ato që i ka, të vetat, nga natyra. E nga njëherë, unë vetë jam ajo gruja burr, që jam dje ma shumë burr se gru, me një fytyrë të grus, për me punu. Me një trup të gruas. Me një trup të grus, me një fytyrë të grus. Për me punu, do me thonë. Edhe s'ka pas mënyrë tjetër, po ajo çka do të dëshiroja, si do të doja me pa botën, është me pa gruan të lullzu si gru. Absolutisht. Me ato fuqit e butësisë që i ka gruja. Ta lëm burrin në t'i bëj ato punë të vështira, pse t'i marrim ne. Sepse është më i fortë. Edhe kjo është një feminizëm, absolutisht, biologjike. Por mendoj se që ajo femna është një krijesë shumë delikate, edhe shumë e fuqishme me delikatesën e vet, me delikatësinë e saj. Duke njeh këtë feminizmin, kemi fillu me mendu që ne jemi të dobta, pa qenë. Kemi qenë të forta edhe kur kemi qenë dobta. Ndikimin e kemi pas pak më tërthorazi. Po ka qenë sikur këta që flasin janë ata
si me thonë janë ata ajo përqindja shumë e vogël që i ka krejt parët e botës e që i ndikon edhe politikat. Kjo ka qenë gruaja. E na tash kemi hyrë në politik, E kemi humë paret. hup ato Kemi humë paret. e kemi kall lojën, thonë. Në vetë tonën. Ka njëherë kam një skepticizëm. Një skepticizëm këtë aspekt, se mendoj që edhe atëherë kur kemi thënë që nuk është e fuqishme, gjithmonë ka qenë e fuqishme gruaja. Me që se jemi tek paret. Hajde. Dalim te paret. Sigurisht që nuk mund ketë industrit kinemas, nuk mund ketë industrit audiovizualit pa financime të forta, strategji, këtu unë kam një pyetje, çfarë mund të bëjmë ne kineastët më shumë? Pra, çfarë do ishte ajo gjë, apo çfarë është ai akti munguar, që ne të jemi, le të themi si kinema shqipfolca, më prezent, më identitar, më të financuar. Mendon që ka një akt të munguar, apo që mund kishte diçka që mund të bëhej më mirë? Filmi nuk është vetëm art. Duhet me pas publikun dhe paranë e investimin nga publiku për me qenë i përmbushur deri në fund. Më duket se ky është ai Misioni munguar. që po i mungon kinematografisë shqiptare në përgjithësi. Pa marrë parasysh që tash ne, për shembull, kemi filma cilët po e bëjnë namin në përbot, po shihen, po gjithçka, ajo që po na mungon neve është lidhjen me audiencën këtu te ne. Mendoj. Edhe për me u bë, nëse në një moment filmi bëhet i vetëqëndrueshëm, do me thonë, ekziston një prodhim filmik i cili i nxjerr parët e investume edhe ka mundësi me investu prap, do me thonë me u bë edhe një produkt ekonomik i fuqishëm, atëherë kemi folë më shumë në pikë të parë, se shumë më shumë njerëz do ta shohin atë mesazh që ti po i jep. Mendoj se këtu jemi pak, qëndrojmë pak më keq. Nuk kemi as sallat kinemave, po patëm s'patëm. Në Kosovë kemi shumë pak. Jemi duke punu tash për me bë një rrjet të kinemave publike, për të provu me rregullu infrastrukturën e me i kthy njerëz në kinema, po në të njëjtën kohë tash që ashtu hec gjithçka, nuk e di sa shumë kanë me u kthy njerëz në kinema, se kanë fillu me i shiku senet në telefon, në kompjuter, në një, do me thonë, në vetmin e tyne. Po duhet, unë e di që krejt ajo dashuri për filmin vjen prej dëshirës për me nda vizionin tanë mbi diçka. E ai vizion po mbetet shumë i cunguar edhe me shumë pak njerëz po ndahet. Kjo më vjen keq, do me thonë, kam dëshirë me pa kineman ton të nda gjërësisht, edhe brenda për brenda nesh. A ka një identitet kinemaja jonë, shqipfolca? Si që është kinemaja rumune, si që është kinemaja franceze, si që është kinemaja nordike, si që është kinemaja britanike, spanjolla. Duhet ne të punojmë pak më shumë me identitetin e gjuhës së rrëfimit, apo duke qenë kaq, le themi, ndërkombëtar në veprat që ne bëjmë, ndoshta po humbasim pak nga identiteti? Vjen mirë që nuk është një gjuhë e shprehjes. I kemi zotnu, më duket, shumë lloj të gjuhëve të filmit të ndryshme, edhe po i tregojmë rrëfimet tona me një gjuhë e cila pak më shumë përshtatet me Evropën, themi. Më shumë se sa me ne. Është kjo që na distancon nga audienca, ndoshta? Ndoshta, por ma merr mendja se me audiencën e re do të lidhemi më mirë. Me brezin e ri. Me brezin e ri. Sepse brezi i ri gjithashtu po shikon
botën, edhe atë gjuhën një. Kështu që shpresoj shumë që ka me ardhur deri te takimi, po. Okej. Nëse ti do kishe në këtë moment një shkop magjik dhe do kishe mundësi të realizoj një ëndër, mund ta ndash me ne cila do ishte kjo ëndër? Ëndra ime ka qenë mos me u ndal edhe me mujt me realizu filma dhe me tregu rrëfime pa fund. Nuk kam kërku pasuri apo të pasurohem nga ajo, të bëhem dikush, po vetëm ta kem këtë mundësi, të jetoj, ta kem një jetë të dinjitetshme dhe të mund të rrëfej. Tash do me thonë që jam brenda institucionit, po mundohem me çdo kusht që me e përafru qatë ëndër, që ata cilët vazhdojnë me punu filma, sepse është një sakrifis shumë e madhe filmi. Ata që nuk e bëjnë, nuk e din, sa shumë jep autori edhe gjithë ata që punojnë prej fillimit, producenti, deri në fund një filmi, sa shumë nga vetja japin, jo vetëm financiarisht, po shpirtërisht në çdo aspekt, do me thonë. E me pas mundësi me punu edhe me pas mundësi me u pagu okej për punën e tyne. Të paktën mos me shku në fiasko nëse e njek një ëndër të filmit për me tregu një rrëfim. Mendoj se megjithatë një gjë e tillë ja jep mundësinë që ai që don me punu vetëm me këtë profesion, me u marrë vetëm me këtë dhe me mujt me mbijetu mire si duhet, sepse deri në momentin kur unë kam punuar filma që ka qenë para shumë vitesh, si me thonë 2017 e kam nxjerr filmin e fundit. Deri në atë moment, gjithë ata që kanë punu në filma, filmi ka qenë hobi, nuk ka qenë profesion. Do me thonë, kjo cila kishte me qenë ëndra ime, është filmi me u bo profesion. Shumë e bukur. Edhe imja, nda kemi të Kjo është shkopi magjik. Këtë do ta bëja. Sot. Është një debat, për mendimin tim, shumë, le themi, interesant, i rëndësishëm, rabati, apo thënë ndryshe tax incentive, mënyrën se si filmi financohet jo vetëm nga burime financiare të le themi të qeverisë apo të buxhetit të shtetit, por vjen dhe nga mënyra alternative, se si biznesi mund të ndërthuret me kineman, se si më pas biznesi i ndërthurur me kineman shkon tek audienca, dhe kështu ndërtohet le themi një zinxhir i cili e ushqen, pra le themi këtë industri. Si e mendon? Unë personalisht e shoh si një lëvizje shumë të mirë drejt zhvillimit. Në qoftë se di mirë për neve është viti i parë. Akoma se kemi mbaru një vit që kemi fillu, do me thonë, këto të rabatit. Po mendoj se i ndihmon shumë industrisë edhe rinia nuk ka punë, nuk po dim ka me kanalizu rinin, energjinë e tyne, kapacitetin e tyne që e kanë. Një gjë e dim të sigurt që ne nuk kemi me mujt me ishti rinin me punu tokën. Duhet me gjetë diçka më kreative, më interesant që më shumë ju pëlqen. Për rinin tonë, mendoj se punët në industrit kreative janë më interesantet edhe që më smiri u përshtaten, sepse e kemi një rini shumë kreative. Unë e shoh që zhvillimi ynë mundet me qenë shumë i madh nëse të rritë tanë, do me thonë, fillojnë me punu në këso lloj punësh të industrive kreative. Edhe na me u bo sikur një Zvicra për sahata, që na një farë Zvicre e vogël këtu për audiovizualen, do me thonë. Kosova, për shembull, është një vend që ka nevojë për një zhvillim ekonomik. Unë e shoh shumë potencial në këtë pikë. Shoh potencial shumë të madh që me audiovizualin, këtu duke i përfshi edhe videolojnat edhe gjitha këto të reja teknologjike që po vinë, me këtë incentiv të vogël të rabatit që e kemi, mendoj se mund të ngrehim edhe më shumë edhe ta zhvillojmë të bëhet ëndra tjetër e cila lidhet po me të njëjtin shkop magjik, është me
me qenë një pjesë e madhe e të ardhurave ekonomike të vendit tonë me u gjeneru në këtë mënyrë. Jo me fabrika që ndotin, jo me... është mënyra më e pastër se qysh kishim mujt me zhvillu, me marrë lek, me rrit shtetin tonë, me sa më pak ndotje. Do me thënë industria e filmit, edhe audiovizuales në përgjithësi, mendoj se kishte mujt me zhvillu shumë shtetin tonë Kosovën e edhe Shqipërinë, se i njëjti lloj na jemi, veç pak më brumi pak më ndryshe o gatu për disa dekada që ndoshta na i ka bërë do dallimet vogla, po ne një brum jemi. Nëse mundesh të vendosësh veten në 5 vite përpara, çfarë mendon? Kush do ishte ai projekt që të bën që të zgjohesh në mëngjes? Gjatë pandemisë, do me thonë, kur kemi pas gjithë kohë me eksploru e me bo gjithë shka... Me fol me vetën. Me fol me vetën, unë kam fol me bim. Do me thonë, e kam shëndru apartmanin tim në një xhungëll, kam mjell çdo farë që e kam gjetë, e kam kqyr, kam mësu shumë. Wow. Them se kam mësu shumë prej bimve të urrit. Mu ka dok shumë e bukur qaj proces. Ti mund të bësh edhe një film për bimët, ose për një karakter që është i dashuruar me bimët edhe flet me to. Me kënaqësi shumë të madhe, kush e din çka Dakor. vjen. Por po kam Fantastike. ndje dashni jashtëzakonshme Për tokën. për tokën edhe për krejt qatë proces të krijimit. Toka është gruaja. Me u kujdes për ato farat breshta kur janë nishin me dalë, e mësova që sa ka dalë duhet me aqit ujin, me qit pak ma shpejt e dëmton, mandej e rrujsha me u kthi prap, kthehej jetë. Nëse ty duhet të jepje një këshill për çdo që merret me audiovisualen, çfarë do zgjidhje ti thoje? Vazhdo tutje kur beson, edhe i gjendet mënyra se si bëhet. E pate pona apo jon, e qendrës, apo të ati tjetrit, gjithmonë gjihet mënyra. Sidomos tash, do me thonë, me ndryshimet cilat po priten me ardhë, që do t'a bëjnë shumë më të kollajshme me tregu rrëfimin. Që flasim për inteligjencën artificiale. Unë me shumë me kollajllëk pozicionohem krah inteligjencës artificiale, tu e ditë që e kemi Mira Muratin. E bukur. Dakor. Dikun është edhe për ne kjo. Dakor. Edhe... Do ne kemi ëngjëllin, që kështu... Ne jemi pak më sigur, diçka në këtë proces. Ne nuk kemi zgjidhje. Nuk është më pyetja a duhet ta përkrahim apo s'duhet, ajo është tani në mesin tonë, është e gjallë, ekziston. Ne vetëm mund ta pranojmë apo të bëhemi kokfort këshe nuk duam të dim për një gjë që po ekziston. Inteligjenca artificiale do e shtoj kreativitetin e njerëzve të heshtur dhe të pamundur, edhe të gjitha atyre që ndoshta nëpër institucionet tona janë refuzuar me apo me pa të drejtë, ata do kenë mundësi që të realizojnë veprat e tyre edhe me inteligjencë artificiale. E shikoj si një mënyrë, si një mjet të jashtëzakonshëm. Unë them se do të ishte shumë interesant që ta bëjmë një film bashkë me inteligjencë artificiale. Të jetë kjo sfida e radhës. Dorët. Shumë faleminderit Berta. Faleminderit Sabrina. Ishte vërtet, nuk e di se si do shkojnë bisedat e tjera, po jam shumë e lumtur që pranove, sepse i dhe një ton, ose më saktë dhe tonin e duhur asaj që unë dua të ndërtoj nëpërmjet këtij podcasti, një bisedë e sinqertë, një bisedë e vërtet, një bisedë e cila ndoshta hap disa perspektiva për të gjithë, që kështu të falenderoj nga zemra. Falenderoj unë.